Tën goditje nga distanca aty nga lojtari me numrin 10, Shqiprim Meri, i cili kishte shënuar hat-trick. Vazhdoi sërish Shqiprim Meraj. Goditje me të majtën. Shënohet goli i parë në favor të skuadrës së Alia Aytern. Sërish Alia Aytern, një goditje pikërisht nga autori i golit Shqiprim Meri. Por takim të dashur shikues. Goditje sërish nga distanca. Shqiprim Meri, të shohim depërtimi. Ilir Sallahu është pranë topit, një top i mirë për fitim Sinanin. Vazhdojnë Alia Aytern. Goditje nga distanca. Dhe tani vazhdojnë Alia Aytern, të shohim hapësira. Çfarë goditje do. Goditje jashtë ka shkuar së radhe të portës. Topi gjatë në zonë. Alia Aytern, të shohim depërtimi tutje. Arim Vënjansi. Hapësir. Krejtësisht në fund të këtij takimi shënohet edhe një gol në radhë të skuadrës së Alia Aytern.